është bre mundur, në cilin shtet normal, ndodh me dal njeri në televizor. Në televizor me dal, me gojë edhe me figurë edhe me zonë. E me gojt vetë që i thojnë populli e ka boj spat që ka bledhë dhe ka qu dokumente në Hagë. Edhe te ke bo ministër të jashtme. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të dalë në analizë. Shkojnë e vëdhe në radhës, s'po dhja që shme thonë. Po të ndëgjojmë miq, të shikojmë për kone ka fjallën, të të shkutojnë bashkë e lutëm. Se këtu po dihet që Donika Gërvalla, po të ndëgjojmë pak ma gatë. Sa dhe bon ministre drejtësisë? Në cilin shtet ndodhë kjo? Në Kosovë? Po që në Kosovë, pra. Edhe ja aplaudoj njerë. Kushtu e keqja, se ta këmaru edhe emnin, sepse qatë shumë po gënjën, qatë shumë po dele po shpif, sa që as ti vetë nuk e beson. Për bes as ti vetë nuk e beson. Po ti je i pagun për këtë punë, kështu që nuk nxillet për të madhe. Kushtu e keqja këtu që e bu Donika Gërvalla ministre? Ku po të dhem ty? Po shkojmë, nashta spjegon që shkojna. Cilin shtet ndodhë që njerëzit të cilët e kanë bë luftën, e kanë bë paqen, e kanë ndërtu shtetin, edhe në fund vetë sakrifikohen me përfundu procesin edhe i dalin 300 dëshmitar shqiptar, për ta e 60 për Miloševićin. Në cilin shtet botës ka që komandantat kanë luftuar, edhe në fund, mas lufte, kthehen, e ta bin kufirin në Urtibrit. Si në vend botës, komandantat që kanë luftuar, e kanë shqit tokën e Kosovës. Në si në vend botës, komandantat e shesin qakorin. Ta shpekrazoj komandantat normal me komandantat tonë, më thonë, që komandantat mas lufte në ardhe kanë luftu, kanë hup familjarë, kanë hup shumë sene, kanë hup pasuri. Edhe në fund, bashkëpunoj me lisën sërbe. Në fund, e shesin tokën e Kosovës. Në fund, ta bin kufir në Urtibrit. Në fund, thojnë Mitrovica dhe ka falë Rankovici. Në cilë vend botës, o ignorant, i bojnë komandantat e ushtarët këtë punë. Kosovë, pra. Këta thuje, o ignorant, kush ka qu dosje. Sepse ata që kanë qu dosje, nëse kanë qu dosje, për diçka i kanë qu. Pse si kanë qu për ty, ose për mu. Pse? Ata që i kanë qu dosjet atje, aty një kanë djekë shpirtin. Nuk po thonë për ta, që i kanë bo këta, që po dojnë për zheq, por nëse dikush ka qu dosjen Hagë, i ka dërgu sepse ju ka djekë shpirti. O ja kanë vra babën, o non, o vllahën, o motrën, o i kanë reja ta, o ja kanë marrë pasurin. Badi hava kërkush nuk qënë kërkun kur gjo. O i mbeturin. Kërkush nuk ta akuzon për kur gjo. Pa kur gjo, më falë. Si muna me ta akuzu ty, kur se ti e pas ke bo kur gjo. Hajtë tërgoj popullit, si ka mundësi, një njeri me dalë me ta akuzu ty, kur ti je i pa fashëm se ke bo kur gjo. Apo në thomen që ti bon diçka, njës të akuzojnë. Ta akuzojnë e qojnë Hagën, me ko nevojë në Amerike, ku do të jetë, vetëm e libë drejtësi. Sepse aty një kanë vra prind, një kanë vra vllahën, motra. Kush ja ka vrahën, nuk e di. Asë më akuzoj kërkon. Po flasëm për dosje.
Shkojnë miq, se kalla është me dale me akuzu. Kemi luftuar, kanë luftu 1%. Nëse dikush i ka dhënë 20 marka në atë vakt, mundohet me i ba sikur që i ka dhënë 200.000, unë janë njerëz që kanë dhënë edhe ka 200.000 e 300.000. Shumë je ka rënë, po më vjen keq. Po je shumë ka rënë. Je një ignorant që nuk e di çish po të manë toka. Nuk e di çish po të manë toka, o mashtrues. Nuk është puna sa i ka dhonë. A i ka dhonë 20, a i ka dhonë 2, a i ka dhonë 200.000, a i ka dhonë 1 milion. Është puna ignorant, ku i më përdorë që ato pare. Pa marë parasysh sa i këmë dhonë në. Një herë këmë dhonë në. Unë du me ditë ku shku që a herë, ose një markë. Sepse unë këmë dhonë për një cak. E me marë cako tjetër, jo ignorant. Për këta bojnë zhurëm. Jo zhurëm, po realitet, drejtësi. Du të me ditë ku kanë shku. Pa marë parasysh sa pare i ka dhonë, në ka rëndësi. Qash ka pas, qash i ka dhonë. Nisë ape vetë, një herë këmë dhonë në. Qash këmë pas mundësi. Qatërë du me ditë ku ka shku. Lektor Rana, dëshmetar turp, 2 metra njeri. Njeri pa ftyrë. Kënë përdo mashtru, poplëna, jo. Unë jam që 44 vjetë në Evropë. O faqezi. E dim shumë mirë a kush ka dhonë, që ka dhonë, te ka dhonë. Edhe dim shumë mirë se ku kanë shku parët. E kush i ka vje dhe kush i ka manipulu. Si që dinë edhe ti. Po këtu po mënosh me shqit patriotin. Po mënosh me akuzue diasporën. Apo ata, ose në Kosovë, kush ka dhonë. Ti, me mashtrime. Qitë fakte e një rëndë. Ku jenë parët, ku kanë shku, jo ku jenë, ku kanë shku. Që ato i ka hangë rrugë. A i shku në vend e duhur. Këta të regoj e poplet. Se kjo jetë histori. E njeriu si kur ti e shtrambron historinë. Një mashtrus si kur ti e shtrambron historinë. Shkojnë e meqë? Jo, unë një njerës që edhe janë hinë kredi për me dhonë pare. Një njerës, personalisht i një. Unë një njerës që i ka... Ti se njëf kërkon hiq? Po të shkojnë të... Ose njëf kërkon hiq, opo o jeni rëndës klasës numër 1. Se mi njofti këta njerëz, nuk ishe dalë me full të për televizorin, me rajt. Je me full, po me rajt. Ashtë i qare. Pa falë zotit kem dokumenta na. Për pos dokumenta që i kem na, është arkiva. Falëmir zotit që tash, morë nuk mund me na i kësad, për para po. Se gazetat në ato në inshky në hup, e tash jo, tash jetë arkiva. Plus i kem dokumentat na. E dim shumë mirë kush ka dhonë, ku ka dhonë, sa ka dhonë, te ka dhonë. Edhe dim shumë mirë kush kërkon sqarim ku kanë shku që të para. Pa dalim kush sa ka dhonë, s'ka rëndësia hiq. Ka rëndësi tuba, 1.200.000, 300.000. Ku kanë metë, kush i ka hongër. Nuk i shku në vend e duhur. Kjo ka rëndësi. E kjo çka po thu ti? Shkojnë me që? Kur që ata njerës si kum nitu e përmen? Çfarë bëm për Kosovën, po? Po. Do që e përmenin, o s'kan më vonë hiq, o e kam bërë me ide. Kur ju ka ardhën kështu pasqare, mos më korit. Qësh është? Që unë s'kom vonë hiq. Tash po dalë prapë e luderojnë që s'kom vonë hiq. Absolut. Po prapë se prapë, unë du me ditë ku kanë shku që të pare që i ka dhonë problem. I ka dhonë djerzën e balit. E tip me këta po dënë me hup. Me thonë që
Kanë shku edhe kry puna. Jo, ignorant, jo. Ka me dhonë përgjegje dikush. Sa të pari e njësë për një drejtim, i shku në drejtimin tjetër, kanë marrë kaje tjetër. Në më thonë, në atë moment që nuk i shku në ven, kanë marrë kaje tjetër, i kanë vjedhë. Kush i ka vjedhë? Ne dim shumica. Edhe ti e din. Po, do vje koha edhe për ty, që po shpife po gënjen, edhe për gjitha ta që kanë vjedhë. E kanë bot dëmë Kosovës tonë të dashër. Miq, Zoti rujt, kjo është e vidje për sot, mire po shumë i të radhës.